trafikun e Tiranës, se kjo çështje e trafikut, përshëndetje Adriana, çështja e trafikut është bërë çështje politike tani, nuk është vetëm një gjë që të ndodh, por ka një diskutim të tërë mbrapa dhe ne do të dalim. Ju kërkoj ndjes. Jo, se doja shumë që të isha në studio, por te Bashkia e Tiranës do të dalim prapë dhe në bisedë. Na është bashkëngjitur si një e keqe e domosdoshme që ne nuk jetojmë dot pak të trafik të tmerrshëm. Ne do flasim kryesisht për një denoncim që ju keni bërë sot në lidhje me një çështje që ju ndiqni dhe që sipas jush do duhet ta ndiqte Spaku dhe ka lidhje me Bashkinë e Tiranës, me zotin Veliaj dhe një drejtor të tij, zotin Dokushi. Si fillim me që shumë shkurt, se u fol shumë për këtë çështje, tani folëm diçka për lidhje me seancën e sotme të dosjes Partizani, me që ju edhe e keni ndjekur nga larg, si publiku, domethënë po dhe si avokate. Jo, e kam ndjekur edhe nga afër, pra kam parë dhe di një pjesë të mirë të çfarë ka ndodhur dhe ato problemet e rënda që ka ajo dosje. I kanë thënë dhe stërthën jo vetëm vetë zoti Berisha dhe zoti Maltezi, por dhe avokatët e tyre. I kanë denoncuar, sidomos zoti Maltezi më së fundi ka denoncuar edhe 30 falsifikime, sepse kjo është shqetësuese. Nëse ka një problem me organin e akuzës që mund të bëj një gabim procedurial, mund të shkoj drejt një rruge në vend që të shkoj drejt një rruge tjetër, janë gjëra që justifikohen, i nderuar. Përfshirja aktive e prokurorëve në falsifikimin e dokumentacionit, në intimidimin e dëshmitarëve, jo vetëm është vepër e rëndë penale, po mbi të gjitha tregon fytyrën e vërtet ku ka të ndisur reforma sorosiste në drejtësi. Po të marrim vetëm rastin e sot, që të mos ripërsëris që dëgjova dhe kolegët e mi, po dhe vetë zotin Maltezi, kallëzuesi në rastin konkret, jo vetëm ka bërë kallëzim të rrem, sepse atë më nuk po e mbron dot as Spaku. Dhe që ta di publiku, është prokurorja e kësaj çështje që i ka dalë sot në mbrojtje, edhe ajo në vështirësi shumë të madhe, në pamundësi objektive për ta mbrojtur. Një kallëzues të rrem, një njeri që mashtron organet e drejtësisë, dhe dua të kujtoj për publikun që është Tauland Balla, iniciatori kryesor që e ka ngritur në detyrë këtë prokurore, pra Milonajn. Ndërkohë që nëse ne jemi në rastet kur vërtetohet nga gjykata që kemi deklarim të rrem, kallëzimi penal është totalisht i rrem, kur ndryshe është shprehur në kallëzim penal dhe ndryshe shprehet në deklarat para gjykatës, pra edhe nëse ndryshon deklaratën përpara oficerit policisë gjyqësore është vepër penale, jo më ta bëj në seancë gjyqësore, por aty duhet jenë gjyqtar me karakter, gjyqtar me integritet moral dhe profesional, se për shembull, nëse jemi në një botë tjetër paralele, që do ndodhe në një vend ku funksionon drejtësia, dëshmitari që ka vënë lëvizje me fakte të rrema, me mashtrime, organin e akuzës dhe së fundmi gjyqtarin, dhe që kanë persekutuar liderin e opozitës, ka seanca gjyqësore që është arrestuar në mes të sallës për dëshmi të rreme. Pra, në këto kufi jeni. Ju shikoni se çfarë frikë kishte të përballej. Rrethoi gjithë gjykatën sot se kishte frikë nga njerëzit. Pse kanë frikë nga njerëzit to? Shkova në orën 11 në Spak. Nuk pata frikë. As nga njerëzit, nuk kanë frikë të dalë nga mëngjesi deri në darkë. 95 kallëzime penale kanë bërë ndaj këtyre. Nga kush kanë frikë këto? Këto kanë frikë nga bandat. Nuk i gjen gjë nga njerëzit ta. Madje njerëzit shumë tolerant po bëhen. Dhe kemi këtë pastaj, kemi këtë absurditetin e Altin Dumanit dhe Dumanëve të tjerë. Për mua këto janë mafios, bandit me toga të zeza, që ish kryeministrin apo dhe ish presidentin, zotin Meta, i hetojnë këto, i mbajnë dhe në masa represive, i torturojnë dhe në mënyrë sherëzore, dhe